Fundi i një epoke. Shuhet legjenda e pamposhtur Chuck Norris. Bota e arteve marcialeve e filmave aksion është në zi pas lajmit për vdekjen e aktorit ikonik Chuck Norris, i cili nderoi jetë mëngjesin e sotëm në moshën 86 vjeçare. Një epokë ka përfunduar, sot me ndarje nga jeta të superillit botëror Chuck Norris. Aktori i njohur, i cili u bë simbol i forcës dhe pasujeshmërisë për dekada të tëra, ka mbyllur syt përgjithmonë në moshën 86 vjeçare. Lajm ky që është konfirmuar nga familjarët dhe mediat në prestigjioze ndërkombëtare. Norris nuk ishte vetëm një aktor, por një mjeshtër i vërtet i arteve marciale, duke u bërë kampion bote në karate për 6 vite radazi përpara se të pushtonte Hollywoodin. Ai mbetet i paharrueshëm për rolin e tij ikonik si Walker Texas Ranger, një serial që u ndoq nga miliona njerëz në mbar globin, përfshir edhe audiencën në Kosovë e Shqipëri. Përtej karrierës së tij të pasur filmike, Chuck Norris u kthye në një fenomen të kulturës pop përmes fakteve dhe batutave që qarkullonin në internet, të cilat e portretizonin atë si njeriun më të fuqishëm në univers. Vdekja e tij shënon humbjen e një prej figurave më karizmatike dhe më të respektuara të industrisë së argëtimit. Tribut dhe mesazhe ngushëllimi kanë vërshuar nga kolegët e tij të shumt si Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, të cilët e kanë cilësuar atë si një pionier të vërtet të zhanrit aksion. Familja e tij ka kërkuar privatësi në këto momente të vështira, duke paralajmëruar se detajet për ceremoninë martore do të bëhen publike së shpejti. Edhe pse ai u largua fizikisht, trashëgjimia e tij në artet marciale dhe filmat që edukuan breza të tërë do të mbetet e pavdekshme. Bota sot humbi një kampion, një aktor dhe një njeri që sfidoi limitet e asaj që konsiderohej e pamundur, duke mbetur përjetësisht në kujtesën e fansave të tij. Abonohu dhe qëndroni me ne për lajme të tjera. Deri në raportimin e radhës, na ndiqni në Storm Kosova.